Mirëmbrëma të dashur shikues. Ju besoj e keni vënë re që në këtë podcast rrallë flasim për politikën në Shqipëri. Dhe arsyeja kryesore është se duhet njeriu i përshtatshëm për të folur për këtë. Unë nuk kam dëshirë të flas me deputet, me anëtar partish politike, sepse i konsideroj të gjithë lojtar apo aktor të një teatri absurd që luhet në Shqipëri tashmë për shumë vitesh. Por i ftuari im sot ndonse ka kaluar edhe ai nga, si thuash, nga kullra e politikës apo nga laboratori i politikës, nuk përcaktohet si politikan. Ai është ekonomist, është aktivist me një shkuar madje shumë të gjatë dhe shumë krenare të nismave qytetare që ai ka mbështetur në vite, bashkëthemelues i nismës Thurja, më vonë i partisë që mori pjesë në zgjedhjet e fundit, por mbetet ekonomist, analist, komentator dhe aktivist civil. Pano Soko. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Kur po bëje këtë rezumen, u përpoja ta shikoja vetë nga ky pikë vështrimi se kisha parë një herë. Që ish politikan? Ish politikan. Ish politikan të bëm derë sepse je kthyer në identitet. Kjo nuk do të thotë që nuk do të kthehesh prapë në politikë, nëse ka një lëvizje që shpresoj të ketë potencial, të ketë mundësi. Domethënë sepse çka kemi vuajtur ne deri më sot, dhe vazhdojmë të vuajmë, nuk është se kemi vuajtur të mbaroj. Është mungesa e shanseve të barabarta. Pra, ajo që njerëzit e konsiderojnë si pabarazi, në fakt, nuk është pabarazi në kuptimin klasik të fjalës, është shanse të barabarta. Pra, ti ke sot pamundësi për të ecur para, në qoftë se nuk ke një lloj statusi ose nuk ke një lloj prerogative që të mbështet nga mbrapa, e cila në përgjithësi është e padrejtë. Pra, unë dhe djali i një ministri nuk kemi të barabartë. Shanset nuk i kemi të barabarta. Unë dhe një deputet, shanset nuk i kemi të barabarta. Trajtimi nuk i kemi të barabartë. Forca e ligjit nuk është e barabartë si mbi mua, si mbi atë. Dhe kur unë po marr veten jam qytetar, jo njeriu i thjeshtë që ecën në rrugë. Që merr makinë në mëngjes, shkon në punë, çon fëmijët, edhe i merr nga kofshi edhe kalon kohë me familjen darkë. Pra, këta njerëz që do duhet ishin kultivuar, që do duhet të ishin, le të themi, të mbështeteshin më tepër nga politika, këta njerëz janë ata që janë më diskriminuar. Dhe ku diskriminohen është pikërisht te shanset e barabarta. Dhe më beso është një ndër arsyet kryesore që njerëzit largohen nga ky vend. Është arsyeja e fshehtë kryesore pse njerëzit largohen nga ky vend. Pse? Sepse fshihet pas shpresës Shqipëria nuk bëhet ky vend. Çfarë mendoni se kuptojnë njerëzit tek nuk bëhet ky vend? Ku shikon padrejtësitë, pra ku shikon se si një kriminal trajtohet ndryshe, me një qytetar thjesht trajtohet ndryshe sepse kriminali ka lek. Ku shikon që ti kur je i ligjshëm, i rregullt, që përpiqesh thjesht në rregull në shoqërinë e tjerë, ti goditesh më ashpër nga gjithë. Duke filluar që nga politika, që nga politikë bërje në vetvete. Pra shikoni çfarë bën. Çdo hall që kemi me taksat, ne nuk përpiqemi të zgjerojmë ato bazën e taksave. Baza taksore çfarë është? Janë sasia e njerëzve që kontribuojnë me taksa, e cila natyrisht që në Shqipëri nuk është e plot. Pra ka njerëz që nuk paguajnë taksa. Çfarë bëjnë është këta që paguajnë, këta rëndohen më tepër. Më kupton, dhe kjo është padrejtësi sociale. Është pabarazi, shanset pa barabarta. Pse? Sepse unë që jam i rregullt po më thua që unë duhet të paguaj edhe për atë që është i rregullt. Dhe kur ti ke më shumë nevojë, përsëri vjen thua mua që paguaj taksat. Mua marras, ë? Dhe kjo padrejtësi sociale në vetvete, duke u mbledhur në shumë raste, duke mbledhur diku këtu, diku aty, një polis në rrugë, një gjykatës diku, një drejtor, një agjenci në një vend tjetër, që nuk t'i jep shanse, sepse ti si askushi. Thotë, okay, si jam askushi, po më mirë ti jem askushi në Gjermani, sa ti jem askushi në Shqipëri. Më kupton? Dhe prandaj ikin. Dhe është arsyeja kryesore përveç, arsimi, shëndetësia etj. Shanset e pabarabarta. Padrejtësia sociale është arsyeja kryesore. Jam dakord me ty, unë besoj që kryesorja është kjo që po thua ti, pra mungesa e drejtësisë që çon në humbjen e shpresës. Po. Nuk mendoj se është ekonomia. Shikoj, kam thënë shpesh edhe me njerëz, edhe me miq të mi e bisedoj, jo vetëm nëpër emisione, po dhe në kafe. Po nuk ka qenë më e pasur Shqipëria në vitet 30. Po. Pse kthyen ata që shkuan për të studiuar në Francë, në Austri, në Itali, në Gjermani? Pse ktheheshin në Shqipëri të gjithë? Vërtet është. E vërtet është, sepse kishin besimin, kishin shpresën se këtu do të kishte diçka, do kishte progres, do kishte drejtësi. Drejtësia është shumë e rëndësishme për njeriu. Ka qenë ky Jani Basho, mjeku i famshëm nga Pogradeci,
që thuhet që ka studiuar në Vjenë, që njeh Einsteinin, që madje thuhet që e kanë ndihmuar për të marrë vizën në Shqipëri, po. Student ekselence, mund të kishte qëndruar në Austri, punonte kudo, edhe të jetonte, erdhi në Shqipëri, hapi klinikën e parë, ndërtoi maternitetin e parë atje ku më vonë u bën zyrat e Gestapos, pastaj departamenti i përgjimit telefonike i sigurimit të shtetit që sot është shtëpia e gjetheve. Kjo tregon për një njeri që ka vizion dhe ka shpresë dhe beson se vendi bëhet. Kjo s'ka qenë Shqipëria as më e pasur, as më e sofistikuar, as më e arsimuar, siç është sot. Njerëzit në përgjithësi kur marrin vendimet nuk peshojnë të tashmen. Gjithmonë peshojnë të ardhmen. Gjithmonë një vendim merret në rakordancë me ndjesinë tënde se si do të shkojnë gjërat, jo si janë gjërat. Pra, një vend mund të jetë shumë keq, por kur ka shpresë, kur ka besim, kur njerëzit shikojnë gjurmë të progresit, natyrisht të gjithë rinë aty. Dhe është shumë më mirë sepse ti je aty kur progresi ndodh. Je aty kur nuk e di pasuria krijohet, je aty kur emancipimi zhvillohet. Pra, të gjitha momentet e para janë ato që paguhen më tepër. Në ekonomi kështu funksionon. Ti e blen aksionin kur është lirë. Kurse njeh njerëzit, ku e njohin gjithë pastaj. Sepse beson që do të rritet vlera. Beson se do të rritet vlera. Po mendosh që po është duke i rënë vlera, nuk e blen. Nuk e blen. Jo vetëm ajo, por edhe nëse ti e blen kur është me vlerë të lartë, koca e blen, më kupton? Kështu që pra gjithmonë njerëzit besojnë dhe besimi është ai që paguan më mirë. Dhe natyrisht që Shqipëria sot nuk është problemi se është e varfër apo nuk ka mundësi sot. Jo, njerëzit nuk shohin perspektivë. Pra nuk e shohin që nëse do ta bëjmë një numeracion të gjithë kohës që do kaloj ta them unë. Jemi sot. Kemi Champions League-ën, botrori, do vinë pushimet, do vi vjeshta, do bëhet një protestë në Vjesht, diku nga tetor-nëntori do kemi 2-3 protesta, pastaj do vinë lokale. Protesta të përmuajshme kombëtare. Po, nga ato kombëtaret, më kupton, do kemi pastaj do shpallet rënja e Ramës në çdo protestë. Po si zakonisht, më kupton? Pra sa do kemi zgjedhjet që po afrohen, do dalin kandidatët, do fillojë fushata, do mbarojnë fushata, do dalin këta që jo na vodhën, jo regjimi, jo njërin jo tjetrën, do vi vera, pastaj do ikim në plazh, pastaj do vi vjeshta, do kujtohemi për regjimin që na ka vjedhur, do bëjmë një protestë prap, më kupton? Pra do vi dimri, Champions League kanë mbetur në Shqipëri. Pa ca njerëz do ikin, Champions League është aty, më kupton, Big Brother i fillon, jo ferma VIP, më kupton, pra do vi vera tjetër 2028-s, më kupton, do fillojmë do mendojmë jo po si do bëjmë në gjë, do ketë në lëvizje nga këto, jo protesta jo gjë, do dali dikush do shaj, dikush do mbrohet, kjo është jeta. Më besosh projekcion 10 vjeçar, kështu do shkoj. 10 vjet kështu do shkoj. Nuk ka, pra jemi në një stagnacion psikologjik. Nuk dalim dot nga rrethi. Ne kemi për problem shumë i madh kjo. Është problem shoqëror. Nuk ka vetëm politik. Politika është një degë e shoqërisë. Po është problem shoqëror. Nuk po dalim dot. Kemi krijuar një rreth, e kemi ngritur me mure, dhe jemi aty brenda duke u vërtetur si fugë. Dhe është një problem shumë i madh që të deprimon. Po, ke parë filmin Armiku te Porta, filmin hollywoodian? Po. Me 2 snajperët? Po. Skena që më ka goditur mua në atë film është kur Khrushchevi është duke i ulërir komandantëve në front, sepse është i pakënaqur me rezultatin e luftës, edhe thotë më gjeni zgjidhje, dhe befas dikush, roli që luan Ralph Fiennes, thotë si me gjysmë frike, me gjysmë ndrojtje, jepu një shpresë. Da i thotë çfarë? Thotë vetëm gjë që kemi, thotë që njerëzit vazhdojnë të luftojnë, të vriten edhe të fitojnë, është të japim shpresë. Domethënë kur gjithçka duke e mbaruar, shpresa i bërë ata njerëz që të vazhdojnë të vriten, se ata po vriteshin gjithsesi. Normal. Po, të vazhdonin të vriteshin duke shpresuar që do vrisin edhe ndonjë gjerman në rrugës. Filmi ka skena tronditse. Njerëz që vrapojnë që s'kan pushk, që duhet të rinë mbrapa atij që ka një pushk, që po të vritet ai të marrë pushkën e tij. Por ama kjo besoj që është e vërtet, që në çdo rast duhet të japësh shpresë. Si u jepet shpresë shqiptarëve? Si bëjmë dot shqiptarët që të rrinë në Shqipëri dhe të luftojnë dhe të punojnë për ta rregulluar vendin e tyre? Shiko, Shqipëria ka një të mirë. Gjithë shpresën subjektive e ka ngrënë tashmë. Pra, shpresa subjektive kush është? Shpresa e rreme, mashtrimi. Pra, gjërat në fakt nuk po shkojnë mirë, po ne e shesim sikur do shkojnë mirë. Unë e di nuk do shkojnë mirë. Jemi në një fazë ku 35
5 vjet pasi dolëm me thamë që do të sillim demokracinë etj, i kemi kaluar të gjitha etapat e këtyre shpresës subjektive, më kupton? Pra nuk ka më çfarë mund na thuash që të na bindi. Njerëzit janë të mpirë, është apati. E vetmja gjë do duhet i shpresë konkrete dhe vjen gjithmonë sakrificë. Pra, çfarë kërkojnë njerëzit sot? Është një prishje e vërtet materiale e rendit në cilin po jetojnë tash 35 vjet. Rendit në kuptimin materiale, rendi politik. Pra, të thyen mitet në mënyrë materiale, të ketë pamundësim të liderëve real, për shumë, po e thjeshtoj fare politikisht, pamundësim material të liderëve real për të ushtruar pushtetin e tyre. Nuk e di, Berisha të dorëhiqet dhe të iki nga Shqipëria, jo vetëm të hiqet. Harroj, Rama të futet në burg, pra duhet të ndodhin gjëra konkrete të forta që njerëzit të besojnë që kjo nuk është përsëri një iluzion i radhës. Mbase këto duhet të jenë rezultatet finale ose finale të ndërmjetme. Po më thuaj si shkohet deri aty. Edhe në qoftë se ndodhin këto, mos kujto se njerëzit do të papritur, do kthehemi tani. Pra, edhe në qoftë se ndodh kjo gjë, përsëri nga që dështimi ose keq, domethënë pasojat e këqija janë kaq shumë të ngordhura, zhgënjimi shumë i madh, sa që nuk do të besojnë edhe nëse do shohin një gjë të tillë. Nuk do ta besojnë. Pra, janë si puna e protestave. Shikoni çfarë ndodh në Shqipëri. Pse nuk dalin njerëzit të protestojnë? Se themi ne, si dalin njerëzit? Sepse nuk prodhon asnjë gjë. Për sa kohë nuk ka prodhuar ndryshim, atëherë të protestuarit nuk ka vlerë. E njëjta gjë edhe këtu. Në qoftë se, le të themi ky ndryshim material që mund ndodhi, po s'pan produktin e këtij, që ta besojnë valla, do të thënë aty si thoni i vdekur, po ta kesh futur në varre, ti kesh djeg trupin atij, ta besoj që ai nuk kthehet më. Vetëm kjo mund të hapi një dritare që njerëzit të fillojnë të ndërrojnë. Sepse çfarë të pengon është tavani të ndëruar. Ti nuk ndëron dot më. Nuk ndëron. Ti thjesht mund të projektosh, mund të mendosh, por nuk ndëron dot më. Në Shqipëri nuk ndërohet. Nuk ka ëndra në Shqipëri. Nuk të lejon vendi, është një vend që nuk të lë të ndërosh. Sepse ti për sa kohë që të përballesh me realitetin dhe me pamundësinë për ndryshuar këtë realitet, atëherë është e kot. As ëndra nuk ka këtu. Prandaj njerëzit ikin. Panon, vitet 90 ne kemi pasur një fushë shahu politik më dinamik, madje edhe më demokratik, guxoj ta quaj, për shkak se kishim më shumë parti, dhe këto parti edhe prodhonin rezultate elektorale me institucionalizimin e marrëveshjeve PSPD apo Nano Berisha e më vonë Rama Berisha, sepse marrëveshjet kanë qenë marrëveshje kryetaresh. E dim që partitë e vogla kanë pasur shanse të pabarabarta dhe kanë shkuar drejt zhdukjes, janë shuar. Ne patëm lëvizje mjaft që ngjalli shpresa shumë tek shumë shqiptarë që nuk e dinin kuzhinën e brendshme, nuk e dinin kush e financonte dhe pse e financonte. Dhe s'po merremi me mjaftin sepse mjafti e mbylli misionin e vet, rrëzoi Nanon nga pushtetin bashkëpunim me Berishën dhe hapi rrugën që të vinte Rama në pushtet, duke u marrë njëherë Partinë Socialiste. Nis mathurje, ndryshe nga mjafti, nuk vinte si krahu politik apo rinor i një partie ekzistuese dhe nuk vinte për të shtruar rrugën as Lulbashës, as Sali Berishës, as Fatos Nanës për të rikthyer apo Edi Ramës për të mbajtur pushtetin. Dhe u pa me simpati dhe kishte një rritje të ndrojtur, sepse njerëzit ishin zhgënjur nga mjafti, por besoj unë që shifrat e nismës kanë qenë vazhdimisht në rritje. Pra, u pa me shpresë që kjo mund të ishte një gjë ndryshe. Ju keni mbledhur firmën atë kohë për një referendum për ndryshimin e sistemit zgjedhor, një nga 50.000 firmat ka qenë e imja. Por koha pastaj ka bërë që kjo parti të shihet si partitë e tjera. Domethënë momentin që e zvogloi dimensionin e vet duke hyrë në marrëveshje, hajde po marrim një deputet gatshëm nga parlamenti, pastaj na vjen një kryetar nga jashtë që s'ka CV, se nuk e kishte themeluar, si ishte ai fytyra. Fytyrat ishit ju, ishte ti, ishte Adriatik Lapaj dhe Bespesha, që e kishit të themeluar. Çfarë ndodhi? Pse u bë si partitë e tjera nismë thurje? Shiko,
Nisma Thuri unë besoj se të tjetë gur shkalle në shkallaren në shoqërisë shqiptare ku shkon drejt progresit. Pra, secili nga ne do vëj nga i gur, aty dhe Nisma Thuri ka qenë një gur. Natyrisht që ne kemi bë gabime. Nuk diskutohet. Ishim të paditur, ishim të rinj, domethënë pa eksperiencë në këtë fushë. Vendimet që duhet merrnim ishin gjithmonë kokapil. Pra, si do vendosim për këtë gjë? Nuk kishim një eksperiencë të mëparshme të dikujt tjetër që ne të ecnim ose të kuptonim nga gabimet apo të mirat që ai ka bërë. Pra ishte një iniciativë e cila shkoi përtej rezultatit të iniciativave të tjera të reja. Domethënë duke hequr mjaftin, ose mjafti ishte skenar. Domethënë ishte një skenar i konsoliduar. Mjafti vizualisht duke sikur po bënte namin sepse kishte financim më tepër. Kishte financim, por rezultati elektoral nuk prodhoi, se nëse marrim G99-ën, që ishte produkti mirëfillt i mjaftit apo kloni i mjaftit, s'bëri dot asnjë % votave. Po pra, domethënë ky është problemi. Problemi është që edhe atës mund ta përdor si referencë, sepse edhe pse ai pati mbështet ju, keni ke parasysh. Hapej Top Channel-i, lajmi i parë në Top Channel, në lajmet e 7:30, ishte mjafti. Po s'kishte ambasadë që nuk i jepte 50.000 euro e lartë për çdo projekt. Pra ti e kupton tani se ta ka marrë 200.000 euro për projekt për ndërgjegjësimin e mbrojtjes pyjeve. E kupton, 200.000 euro kanë gjithë saportësera nëpër Tiranë. Ti dua pemët? E kuptoj. Pra, nëse lumbishtari punon, ajo si eksperiencë nuk ishte e dura që duhet të kishim marrë. Nuk e merrnim dot. Kështu që për çdo vendim tonin na duhet vendosim në errësirën e po shiko ta bëjmë më konkrete. Eksperiencës së ju e provuat testin e parë, sa ai është test në marketingu politik që kërkohet firma për një peticion. I morët. Po. Pra, 50.000 njerëz ju mbështetën. Pse duhet shkonit ju në procesin e regjistrimit si parti përmes atyre skemave? Hajde po marrim Rudina Hajdarin, hajde po vëmë Ndrishabanin. Ju mund të vini 2 stenda në rrugë dhe të mbledhit 10.000 firma për 3 ditë. Shiko, prandaj po të them se këtu do shkoja, do dilja. Pra të fakti që gabimet që bëhen, do të kthehesh në atë që ke menduar në atë moment që ke bërë gabim. Po patjetër, prandaj po të pyes ty. Pra, ideja është se nuk kam qenë nga jashtë. Në atë moment, dinamika brenda nesh e shumë histori tjera, domethënë kanë prodhuar atë realitet që prodhuan. Do të thonë, pra ka qenë e gjitha pjesë e dinamikës së marrëdhënieve tona që prodhuan atë realitet që prodhuan. Do të thonë. Prandaj ne dolëm ashtu siç dolëm. U shfrym në 2021 u shfrym shumë edhe për shkak të konfliktit të brendshëm që patëm me njëri tjetrin, por natyrisht që njerëzit e pam pastaj që ndoshta na duhet kohë më tepër për të pjekur. Kur pan konfliktet tona përballjet tona me njëri tjetrin, ndoshta na duhej akoma kohë për të pjekur. Na than, shiko, rini në stol, bëuni gati dhe hajdeni prapë. Bëni nxemje. Jo, bëni gati, rrituni edhe pak dhe hajdeni. Ta kuptoni që politika është lojë tjetër, nuk është kjo loja e OJF-ve. Domethënë që janë ca njerëz, 4-5 njerëz, të cilët manipulojnë për interesat e tyre, qoftë financiare apo qoftë personal. Pra, ideja është që në 2021 ishte shumatore e gabimeve tona që na prodhoi atë rezultat. Të jem sinqert. Do kishim bërë gjëra ndryshe pafund. Nëse mua më kthem prapë në 2019, më themi, 2020, patjetër që do kishim marrë mendime komplet tjera. Por tani është shumë vonë. Ti njeriu duhet të jetojë me gabimet e vet. Pastaj ju bët një ribashkim, nëse mund ta quajmë kështu, sepse Adreti Klapaj ishte pjesë e grupit tuaj, i shkëputur, i rikthyer me një logo të re, shumë premtuese, në rritje prapë të qytetarët treguan që janë të dëshiruar për ndryshim. Se ndryshe unë nuk e shpjegoj dot për të gjitha partitë. Pra, duhet kuptosh, pati një shifting shumë të madh, sepse opozita një zhvendosje, po, më fal. Pra, pati një zhvendosje të madhe të votës në zgjedhjet 2025-s, sepse ishte reflektimi i faktit që nuk besonin te opozita. Të gjitha partitë e reja kanë marrë vot opozitare. Shumë pak mund të ketë marrë Linçori në një vot të majt, por edhe Linçori në vetvete si formacion në mendjen e njerëzve u projektua si opozitar dhe natyrisht që syt nga ai i hitin të gjithë ata që ishin opozitar, që nuk donin Ramën në pushtet. Pra pavarësisht ngjyrës, unë njoh të gjatë që ja kanë dhënë votën, thjesht e thoshin ai është kundër oligarkëve, vetëm ai flet për oligarkët. Bravo. Të tjerë nuk flasin. Pra,
ajo që ndodhi ishte një zhvendosje e votës opozitare nga opozita klasike tek opozitat e reja. Më kupton? Dhe kjo ishte jo për shkak të, pra nuk pati gryrje pushteti nga kjo lëvizje. Nga këto lëvizje, sepse këto lëvizje do duhet të ishin prodhuar për të gryer pushtetin. Normalisht në një vend të shëndetshëm demokratik, për të marrë votën ngrit, thua. Bravo. Për të hequr vota të zhgënjyra nga kush zhgënjehen njerëz, nga pushteti. Patjetër. Më kupton? Këtu ndodhi një shifting komplet i çuditshëm, pra një zhvendosje shumë e çuditshme e votës opozitare, çka tregonte që besimi që kishin njerëzit tek opozita kishte rënë në nivele minimale. Pavarësisht se opozita ruajti votën e saj të 2023-shit, pra ka marrë rreth 550.000 vota kur në 2023 mori rreth 500.000 vota, pra e ruajti votën e saj të 2023-shit, por në projekcionin e saj të 2021-shit, që ishte projekcioni i fundit, ajo ka humbur diku te rreth 200.000 vota, 180.000 vota. Dhe 180.000 votat janë këto që kanë marrë partitë e reja. Pra 130-140.000 vota janë ato që kanë marrë partitë e reja, pastaj ka një shumatore që nuk vajte të votoj fare. Pra, gjithsesi koalicioni nisma Shqipëria bëhet. Dhe Shqipëria bëhet. Një të mirë ja bëri Shqipëri sepse tregoi edhe një herë më fort se deri ku mund të vjedhet me ligjin Shqipëri vota me sistem. Për shkak të raportit shumë të keq që prodhoi, domethënë 70.000 vota me një mandat deputetit, ndërkohë që të tjerët e fusin me 7-8.000 vota një deputet. Ju keni qenë, siç e kujtova, kundërshtar të këtij sistemi zgjedhor. Unë jam ndarë me ju kur ju keni kërkuar vetëm që sistemi të bëhet kombëtar. Pra, për të mbetet proporcional, për të bëhet kombëtar, duke hequr efektin e rrjedhjes votës që ndodh nga ndarja në 12 qarqe, e firros që kanë të gjitha partitë, votave që i marrin partitë kryesore për shkak të ndarjes rajonale. A mendon se i gjithë sistemi ka nevojë për rishikim, jo thjesht të kalohet nga rajonal në kombëtar, po ndoshta jo proporcional, ndoshta padyshim me votat preferenciale, po ndoshta edhe me 5 preferenca siç e ka Kosova. Patjetër. Shiko, nëse do vi proporcional i kombëtar në Shqipëri, me listë hapur, nëse do të vi me listë hapur, duhet patjetër me më shumë se sa 3 preferenca, për të marginalizuar sa më shumë të jetë e mundur votën e orientuar. Ta bëjmë thjesht, nëse unë e kam orientimin që të votoj Kaçin sepse nuk e di, i forti kriminali aty apo X këtu më detyron mua që të votoj Kaçin, a drejtoria nuk e di se çfarë të votoj Kaçin. Nëse unë e ndaj në 5 vota, pra kam të drejtën e 5 emrave, sapo e marginalizova në 20% mbështetjen time ndaj Kaçit. Pra nuk e kam marrë 100%, sepse çfarë ndodh sot? Sot nëse unë kriminali vjen, thotë, ti jo, ti do votosh Kaçin. Pse? Sepse kështu e di unë. Më kupton? Ti thua Kaçin. Të 100% mbështetjen tënde e ka marrë Kaçi. Njeriu i kriminalit. Më kupton? Nëse un kam 5 opsione për të votuar, mua më marginalizohet në 20%. Pra, më pjestohet ajo, sepse siç e kam më Kaçit me presionin ashtu, ja kam dhënë dhe kujtun Tanit falas, Lencit falas, ë? Pra, ideja është sa më shumë opsione të ketë, aq më shumë bie pesha e votës së orientuar. Dhe unë jam shumë dakord. Nëse do të vihet proporcionali. Kam dyshim se proporcionali kombëtar me listat hapura dhe me shumë preferenca është më i mirë se sa ky që kemi. Po. Padyshim për këtë jam i bindur, po a mund të hapet një debat që i gjithë sistemet të ndryshojnë, ndoshta të mos jetë proporcional, ndoshta të jetë mix, ndoshta të jetë majoritar. Patjetër. Shiko, kush ishte ajo që na orientoi ne drejt proporcionalit kombëtar? Ne jemi një vend që kemi dalë nga një regjim komunist, prej të cilin nuk kemi shkëputur ende. Fatkeqësisht, pra ne kemi nga komunizmi s'ka ik nga ne. E kemi komunizmin brenda. Dhe natyrisht që sensi i demokracisë na vjen pak jo natyrshëm. Nuk kemi mësuar me demokracinë, duket ndoshta brezi i tanishëm, mund të jetë brezi i parë i cili ka lindur dhe është rritur me sensin e lirisë politike, ekonomike etj. Të tjerët nuk ju vjen natyrshëm demokracia. Dhe nisu nga kjo perspektivë, duke qenë se njerëzve të cilëve nuk ju vjen natyrshëm demokracia janë mazhorancë në vot, sot që flasim, pra janë njerëzit që përbëjnë le të themi mbi 1 milion vota në Shqipëri. Unë them që çdo ndarje e cila çdo sistem i cili do të prevaloj 2 ose 1 ose 2 ose 3 parti, mbi të tjerat do të tentojë që të vrasi konceptin e demokracisë.
Dhe kjo ka ndodhur, për shembull, shikoni të them një rast sa të thjesht aq edhe të përditshëm. E keni hasur ndonjëherë ti, ke hasur ndonjëherë kur dikush thotë shiko, nuk ta jap ty se djeg votën kot. E ke dëgjuar nëse më kam bërë unë me këtë. Bravo. E kam bërë unë në çdo zgjedhje, më kam pasur gjithmonë dikë që kam simpatizuar dhe kam thënë po ai s'ka shanse të fitojë. Bravo. Tani e djeg votën kot. Koncepti i djegjes së votës është sepse ne konsiderojmë sikur të votuarit është të gjesh se kush do fitoj. Pra të bësh me më të fortin. Nuk është ajo. Pra kjo ka funksionuar në një rend tjetër dhe mendësia e atij rendi tjetër që na ka mbet ne, na ka lënë këtë gjurmën që ne tani kur shkojmë të votojmë duhet t'i japim dikujt që fiton. Ndërkohë që misioni i popullit është komplet i kundërta. Ja mirë, dakor, po unë nuk jap partive të mëdha. Jo, dakor, po them alternativave që jo ti, nuk e diskutoj se me ty kemi pas debate, nuk diskutoj ty. Po them, në të përgjithësi, në popull, shprehja e dogja votën se a dha shumë e panos. Më kupton? Është koncept. Dhe koncepti është pyetje, më kupton? Koncepti është duhet t'ia jap atij që mendoj se fiton. Më kupton? Tani ideja është kjo është e kundërta e demokracisë. Në demokraci ti duhet patjetër që të ngresh sa më shumë zëra kur autokracia ose duokracia është ngritur, është bërë shumë e fuqishme. Është e vetmja levë se si ti rrezon kur me pushtetesh që janë ngritur tashmë, kala pushtetesh, duke ju hequr tullat të tilla, duke mos ju dhënë votën dhe duke rritur kala të tjera. Kjo është forma se si funksionon demokracia. Në Shqipëri funksionon kjo. Unë nuk ja jap thot sepse nuk fiton. Nuk e kuptojnë që gara elektorale është si një koncert, është si një festival. Në një festival, gjitha me sistemin lidhen këto. Po. Me sistemin zgjedhor. Në një festival, secili nga ne zgjedh një këngë që i pëlqen, dhe i pëlqen se i vjen natyrshëm. Nuk e di unë do fitoj apo kënga kjo. Po kur më pyet, unë them do fitoj kjo këngë. Pra mendoj se duhet fitoj kjo këngë. Më kupton? Pra nuk demokracia është e tillë. Nuk është si një kampionat futbolli ku ti thua, "Ore kush mendon se do fitoj?" Jo, në Gjermani, Bayern Munich. Pra ti e di se kush do fitoj. Pra ti shkon dhe zgjedh më të fortin për të hedhur bastin tënd sepse normalisht është nga do të burojnë parat. Ndërsa demokracia është si koncert, më. Shiko, këto llogari e bëjnë edhe zgjedhësit amerikan kur votojnë për presidentin. Sepse kandidat për president dalin 7-8 në çdo palëzgjedhje. Dalin 30 kandidat. Po 2 janë në garë, realisht. Ata që dalin në garë nuk janë ata që janë ata që kanë prodhuar besimin më tepër tek krahu im politik, sepse kjo është, pra nuk voton një i majt nuk voton për një të djathtë sepse beson se do fitoj. Është nonsens. Ti ke kampin tënd që do luftosh në kampin tënd. Dakor, po zgjedhjen në fakt e vendosin ata që janë në mes, sepse ata lëvizin votën. Dhe ata votojnë, nuk votojnë se mendojnë se do fitoj. Ata votojnë për të fituar ai. Po mos harro. Pra, misioni është në fletën e votimit ti ke 7 apo 8 emra. Nuk e diskutoj për. Po ti midis dyve do zgjedhësh. Jo, më dëgjoj. Jo, e kam fjalën tek ajo që the që shkon vota dëm. Edhe në Amerikë, nëse ti voton një kandidat tjetër, jo nga dy të parët, dëm do shkoj vota, sepse sistemi është i tillë që votat e tjera nuk vlen. Jam dakord. Prandaj po them që duhet të ndryshojë sistemi. Zgjedhja është e jotja. Zgjedhja është e jotja. Teorikisht zgjedhja është e ime, po është e kushtëzuar, nuk është tamam zgjedhja ime. Teorikisht, po sepse shikoj politika në Amerikë votoj për Ron Paul, por Ron Paul nuk bëhet president me 5% vota. Ja ta them unë, këtu fillon dështimi i Ron Paulit. Te fakti që njeriu që do të votoj për të beson që ai nuk do fitoj. Nuk e kupton që politika është profeci vetë përmbushse. Nëse ne besojmë se ti fiton, ti fiton. Jemi ne që prodhojmë realitet. E ke parasysh? Pra është induksion, nuk është deduksion. Është induksion. Ti prodhon realitetin me atë që mendon. Politika është e tillë. Më kupton? Shikoni Ramën për shembull. Merrni një shembull, Rama. Ti mendon se Rama nuk është Rama mbrapa gjithë orkestrimit që e bën Ramën diktator, të pamundshëm, që harin të fitoj zgjedhjet në çdo formë, ka krimin e organizuar në kontroll, ka administratën mund ta përdorë si doj, ka policitë e përdor si doj. Me një opozicion vërtet Rama rrezohet për 6 muaj, Është ai, sepse projektonte njerëzit sensin e pathyeshmërisë. I ushqen ai këto gjëra. Në pavetdijen tonë, ne jemi duke i shërbyer aty kur themi që Rama përdor krimin e organizuar. Sepse ne kemi projektuar në mendjen e njerëzve faktin që Rama nuk rrezohet dot vëlla. E kemi bërë vetë në të padërgjeshmen tonë. Rama kontrollon administratën. Varoufakis
para një javë për radhë. Jo, së pash. E bash që kishte ardhur, po së pash çka kishte. Kishte thënë që ka bler opozitën. Po normale. Po pisha se kur e them, thon fal, më thon që je shitur Gerama. Jo, bëri kolegja jon Ola Xama kishte bërë një emision. Për Kullën Tiranë. Sponsori i opozitës ishte njeriu me më shumë metra katror. Ishte në vend parë. Presanome i Ramës, Çet Kastrati ishte vend tretë. Kush ishte kryetari që Ilir Shtufi. Ilir Shtufi, sponsori PD-s. Po. Të çfarë pret të besoj njerëz? Çfarë pret mendojnë? Po bashkë misioni është e kanë YouTube. Futu tek Kronosi. Partia ka nevojë për para tani se Jo, ora më fal, dakor. Çfarë pretit mendojnë njerëzit? Ku shohin atë emision? Është bërë publik. Kan pa gjithë, janë bërë artikuj për atë emision. Çfarë pretit mendojnë? Kur deri Ilir Shtufi vend parë. Ë? Në Kullën Tiranë. Pra që është biznesi më përfaqësues i të keqes në Shqipëri. Është më përfaqësues. O pano. Ti si gazetar, ekonomist, politikan, aktivist, me gjithë cilësitë tua, edhe si votues si qytetar, a gjen dot ndonjë ndryshim ideologjik midis PS-s dhe PD-s? Ska. Nuk ka. Domethënë s'jam vetëm unë. Zero. Ska ndryshim ideologjik. Përpiqen me slogane, pra mbeten te slogane. Pojnë për të qenë më katolik se papa në çdo gjë që bën Rama. Ti shikojmë. Domethënë nuk kanë ndryshime në koncept. Këta kanë e vetme gjë që po përpiqen të sjellin tani së fundmi është duke futur në retorikën e tyre këtë, le të themi, sloganet e së djathtës, domethënë Adeu, familja, Zoti. Pra, po këto janë që jemi trumpist. Po nuk e kanë iden. Vetmja gjë për cilën janë trumpist, këta është pikërisht ajo për cilën unë jam ndarë me Trumpin. Lufta. Është idiocia e madhe. Do të këta mbështesin Izraelin. Më dëgjoj. Këta e lëpirsa. Pse mbështesin Izraelin thotë? Se kuptojnë ta që është Netanyahu është kriminal. Po nuk ka njeri në univers, në planet, që nuk e kupton që të vrasësh 20.000 fëmijë është ti e përtej kriminalit, o shok. Ti e përtej kriminalit. Pra je një mindset mbi kriminalin. Edhe në kriminal, kur vjen puna, më kam pa, edhe filmat që shoh për kriminal. Kur është me fëmijën ai nuk e vret targetin e vet. E ke parasysh, atë që ka dash me vrat. Ka raste. Po, ka filma që jo, nuk e vret. Kur për të kuptuar mindsetin e kriminalit. Te njeriu me shenjë për shembull Scarface, se bëri. Ai nuk pranoi. Jo vetëm aty te Homeland, shikoj. Pra janë njerëz të cilët nuk e bëjnë. Nuk bëhet tek fëmijë. Netanyahu e bën. Netanyahu e bën. Është merr. Tani këta se nuk e din këtë? Natyrisht. Po çka kanë? Nga që janë të gjithë me njolla, janë me skelete, janë me barra sipër, të gjithë mundohen si që ta fshehin nëpërmjet lëpirjes. Çfarë zgjenin të bëjnë është lëpirjen. Kupton? Me shpresën se Netanyahu do i çojë te shtëpia e bardhë. Kupton? E gjithë tani rinë edhe i bëjnë temenon Netanyahu. Sepse me shpresën se ai do thotë fjalë të mira. Shiko, unë e mbështesja Trumpin përpara zgjedhjeve për 10 gjëra, themi. Por ato 9 gjëra vazhdoj ta mbështesër. Do të thotë, unë vazhdoj të them që agenda gjinore është një politikë antifamilje, që sovraniteti duhet çdo kombi që duhet ushtruar nga kombi vet, sovraniteti, jam kundër alarmit të rrëmt të klimës. Jam në fundit pastaj edhe për ato që thoshte Trumpi në fushat, jo Trumpi që ka hyrë në shtëpinë e bardhë, që thoshte kur më luftë, nuk na duhen të luftrat së rëzgjatura, ai si huaj. Bozilalieri jo ndërtime. Pra pikërisht, mban mend si tha, sa po u bëra ota kryetar bashkie, ka ndërtime ata. 4 vjet derisa të shikojmë pasi sot situata. Po pastaj dha pak leje, po qellonte që ndonjë leje kishte 35 pallate bashkë. Një leje vetë. Dhe një gjoll ishte 250 hektar. Edhe ajo pikla e vogël pastaj e humbaros u trash. Dhe këta zgjedhin që mos flasin për agjendën gjinore, të mos flasin për klimën, nuk folën për Covidin asnjëherë, për shkeljen e lirive tona gjatë Covidit, për manipulimin me vaksinat. Këta nuk flasin për taksat që kërkonte të vendoste, për taksat doganore që kërkonte të vendoste, tarifat, po ke drejt, tarifat doganore që vendosi Trump, që unë isha 100% pro dhe duhet i vendosi Shqipëria një orë më parë. Dhe gjejnë pikërisht atë kauzën me cilën unë bëj divorc me Trumpin, luftën e Izraelit, gjejnë ta mbështesin, po ç'është kjo më 10 deputet parlamentit shqiptar dalin dhe bëjnë fotografi dhe thonë ne jemi aleatët e Izraelit. Shlëpirje. Këto turpe. Shlëpirje në nivel industrial.
Kur Izraeli shkallë po industriale. e braktisin aleatët e vet tradicional. Po është më fal, çfarë duhet të bësh më? Domethënë pse u bën njerëzit me Izraelin? Për shkak të asaj që u bë nga Hitleri. Po kjo s'është patent që ti të bësh të njëjtën gjë që kanë bërë me ty. Eksakt, atë po bën. S'është- Shiko, para se po na afrohet fundi i emisionit. Është në proces reforma zgjedhore, që po e bëjnë prap dy partitë e mëdha. Po ka ca njerëz, ndër cilët edhe unë, pjesë e një grupi që nuk e drejtoj unë sigurisht, kanë ndërmend të propozojnë disa ndryshime në kodin zgjedhor. Dhe ndërkohë Tauland Balla ka thënë që kemi gati projekt ligji, madje është publikuar në faqet e këtyre mediave të majta të Bolinës, projekt ligji për referendumet, për herë të parë. Kemi një projekt ligj për referendumet. A mendon se unë, ti, shqiptarë të tjerë që e duan ndryshimin e që s'kan ikur akoma nga ky vend, se kanë dorëzuar akoma, duhet të ndërhyjnë, duhet të organizohen, duhet të propozojnë, po dhe të ushtrojnë një lloj trysnie aq sa munden të klasa politike që të bëhen ndryshime për mirë, më të ndryshohen një herë mirë këto. Shiko, a duhet ne ta bëjmë po? Sepse është gjëja që është detyrim për ne. A besoj unë se do të merren parasysh? Jam skeptik. Por a duhet ne ta bëjmë patjetër? Sepse në fund fare vetëm gjë që ne kemi në dorë është të përpiqemi. Shiko, kemi një avantazh në këtë lloj betejë. Presioni ndërkombëtar ka qenë gjithmonë që kodi zgjedhor të bëhet me konsensusin e dy partive të mëdha. Që do të thotë që nëse ne japim propozimet dhe nuk i mbështet PD-ja, ne kemi fituar një gjë që kemi diskredituar PD-n si bashkëpunëtorët PS-s. Nëse PD-ja i merr propozimet tona, i vendos në tryezë dhe i vë kusht PS-s, kemi fituar ndryshimet reale. Kjo është për tu, domethënë kjo është shpresa që na bën të veprojmë edhe kur nuk ka më shpresë. Pra fakti që shiko, po sikur këta të ndryshojnë etj. Prandaj them që ne duhet të bëjmë çfarë mund të bëjmë. Pra, unë jam dakord, unë jam për një ndryshim reversiv të gjithë atyre që janë ndryshuar në 2008-ën. Republika do duhet marrë një fytyrë që kishte para 2008-s. Kërkon rikthimin mbrapsht të gjitha mendimeve të kushtatutës. Patjetër, sepse 2008 ka qenë, le të themi, pika e nisjes rrugës drejt autokracisë, sepse jo diktaturës. 2008 unë atë shoh. Po, jam shumë dakord. Fakti, ne duhet kemi Ndosë shenjat janë dhënë më herët, janë dhënë që me kodin e 2003-shit. Ore, domethënë aty filloi, pra mori pistoletën e nisjes gara për drejt diktaturës. Më kupton, pra, unë jam për një opsion reversiv të gjithë ndryshimeve të 2008-s. Natyrisht mbështes sistemin elektoral që prodhon më shumë demokraci. Pra, kush është sistemi kush është çfarë mendon Pano? Pano mendon këtë. Nga se vuajmë sot? Sot vuajmë nga një kryeminist shumë i fortë. Pra, sot vuajmë nga një pushtet shumë i fortë. Kush është antidoti i pushtetit? Kush mbështet si pushtet? Stabiliteti. Koncepti i stabilitetit prodhon pushtet fort. Pushteti fort prodhon autokraci. Autokracia prodhon diktator. Pra, nëse ecim në trajektoren e vektorit, kemi kaluar nga pushteti fort, kemi kaluar tek stabiliteti. Si prishet stabiliteti? Duke prishur pushtetin e përqendruar në një ose dy parti. Duke krijuar të që quhet demokraci. Demokracia çfarë është? Shumë, është ngjyra, është larmishmëri, janë shumë individ që marrin pjesë, shumë krahi që marrin pjesë, shumë interesa që marrin pjesë. Pra kjo është demokracia. Duke e diversifikuar. Si diversifikoj? Kush është sistemi elektoral që mund të na diversifikoj? Na diversifikoj, le të themi, tablon politike. Që të na heqë stabilitetin, që të na heqë autokracinë, që të na heqë tendencën për diktaturë. Pra të na e prishi stabilitetin, nuk duhet më stabilitet, është të mërshme. Atëre, i vetmi sistemi cili prodhon shumë pole, për shkak të konfigurimin matematik që ka, është proporcionali kombëtar. Me një proporcional kombëtar me prag të ulët, po them 2 deri në 3%, po pse mos e bëjmë 0 pragun? Ose prag natyror. Na jam shumë dakord. Për të shmangur, le të themi, abuzimet se janë. Çfarë abuzimet? Gjithsesi, jam shumë dakord. Pra, me një prag natyror, proporcional kombëtar me një prag natyror, diversifikon 0,7% i bie pragu natyror. Po, aq, 140% është 0,7. Na diversifikon mjaftueshëm sa që ti të mos kesh me jo kryeministat fort. Por ti
të kesh një situatë ku një qeveri do të zgjohet çdo mëngjes me frikën e humorit të një deputeti apo të një tjetri, apo të një aleati. Po pano, të bëj një pyetje provokuese më ty. Në Bibël apo në Kur'an apo ndonjë tekst tjetër të shenjtë, a thuhet që duhet kemi kryeministër? Që duhet kemi një individ që drejton qeverinë? Çfarë na pengon që t'ia heqim gjithë kompetencat kryeministrit, edhe të kemi një këshill ministrash funksionar që ta meritoj të quhet këshill, more. Shiko, Se quhet këshill, por nuk funksionon si me këshill. ligj, më dëgjoj, nuk të prish punë kryeministri, po s'ka këtë pushtet që ka. Hiqi pushtetin kryeministri, jo rolin. Roli i menaxhimit administrativ të një njësie, i menaxhimit administrativ të një njësie, sepse është një njësi funksionale, Këshilli i Ministrave, janë 10 veta, 15 veta, duhen menaxhuar. Ka nevojë për një kokë. E di çfarë heqësh kryeministrit? Pushtetin. Mos ketë të pushtet. Si hiqet ky pushtet? Duke ja bërë mazhorancën në parlament të brisht. Pra le të jenë 4 parti. Po jep edhe kompetencat i duhet hiqen se pushteti punon me kompetencat e tepruara. Nuk i ushtron dot në momentin që nuk ke mbështetje politike. Nuk, ore të kesh ty kompetencë çfarë duash, po e zëm në 2013-2017. Çfarë do lloj kompetencash të kishte Edi Rama. Po s'donte Ilir Meta, vllai, hiqte prizën. Tani ne duhet të prodhojmë realitetet e tilla që në mos jetë vetëm një Ilir. Po të një tre ka. Po prap them që nuk duhet këtë kompetenca, sepse kompetencat prodhojnë pushtet brenda grupit tënd, brenda klanit tënd. Ti fillon blen dikim. Nuk më dëgjoj. Dhe me kalimin e kohës ti e fuqizon pushtetin. Nuk do të lëj ai tjetrit, sepse ti e ke parasysh. Do të vrasë ai se duhet ta gjej atë artikull, po duhet mbase t'ia kërkoj Mitroçelës. Ka qenë botuar në vitet 90. Një artikull i Mitroçelës me një gjetje që s'm kishte shkuar ndonjëherë në mend që mund të mbaj një artikull i tërë vetëm atë. Kishte shkuar, kishte qëmtuar, kishte nxjerrë të gjithë listën e personave që për shkak të postit, të funksionit që kanë, i emëron kryeministri. Po. Dhe kishte dalë një listë 640 personash. Emëron kryeministri. Në vitet 90. 640. Shumë. Jo këto që janë sot me ligj që janë de facto emërimet kryeministrit, se sot kryetarët e bashkive, jo, de facto. Okay. De facto 61 kryetarët e bashkive i emëron kryeministri. Po. De jure jo, se zgjidhen. Po them ata që ishin de facto dhe de jure, ku hidhte firmën kryeministrit. Pra, fillon me ministrat që i propozon, me zëvendësministrat, sekretarët e përgjithshëm, drejtorët e drejtorive, drejtorët e institucioneve, ndërmarrjeve të varësisë agjencive, bëheshin 640 vetë. Dhe për mua është skandal. Skandal. Kur punova një 3 vjet si drejtor teatri, pash edhe një herë çfarë absurditeti ka në kuadrin normativ në Shqipëri, këto aktet e famshme ligjore, që në vend që të t'japin liri, të japin pranga, nuk punon dot. Ti e di që për të dhënë çmimin sa duhet ta jap punë sallën e teatrit me qira duhet të vendosi qeveria. Sa duhet të çmimi i biletës vendos qeveria, po marr teatrin se e njoh se kanë punuar, po kjo logjik është në çdo lloj institucioni. Qeveria ka super kontroll, të detyron ta bësh tendrin me një agjenci që thot ajo, me parametrat që do ajo. Shiko, më dëgjoj. Këto duhet zhduken më ç'është kjo më. Dëgjoj. Më fal edhe një batutë, se e di ku shkon kjo, e di ku deri ku degeneron kjo punë. Degeneron deri në pikën që ministri i kulturës, edhe po ta them me emrin, Kotar Ardade, se di shumë mirë se e ka bërë këtë punë, merrej me ndarjen e punës të 4 pastrueseve që kishte teatri kombëtar. Të nxertohen për këtë që është 100% e vërtet. Kishte një pastruese që kishte konflikte me burrin, edhe nuk donte të punonte në skenë, se burri punonte në skenë, edhe kërkonte që të punonte në administrat. Duhet ta zgjidhte Arta Dade, se kjo pastruese që punonte në administrat, kishte mamin pastruese në Ministrinë e Kulturës edhe e çoi fjalën Artës. Dhe ndërhyr Arta Dade dhe çoi shkresën, kjo punoi atje, kjo punoi këtu. E kupton apo? Jemi në nivele të tmerrshme. Shiko, unë jam përsëri tek kjo optik. Ne duhet të shfrym pushtetin politik që mbështet kryeministri, sepse çdo gjë administrative, sensin juridiko-administrative, merr vlerë ose jo në moment që ti ke mbështetje politike. Nëse ti je duke u marrë me cilëje politike, me ekuilibra apo me trajt. Po nuk po ty, po them që shkojnë të dyja bashk. Jo, shiko, ne duhet ne diku do duhet ti parkojmë këto përgjegjësi. Pra përgjegjësitë e emërimeve, zgjedhjeve të tjera. Decentralizim. Përveç decentralizimit, po flasim përgjegjësinë e zgjedhjeve, përgjegjësinë e administrimit, pra përgjegjësinë se duhet ta shikosh gjën, kupton? Pra nuk funksionon gjëja, demokracia nuk funksionon valla. Pra demokracia në institucion është anarki. Nuk ka demokraci në institucion. Duhet të ketë skem piramidale, duhet të jetë
një strukturë piramidale ku ke një kokë që merr dhe kontrollon. Sa kundër piramidës jam unë. Po duhet të lëm një podcast tjetër të flasim për modelin. Por më beso, në institucione, në vende të mbyllura, pra në struktura të mbyllura, funksionon vetëm në këtë formë. Demokracia është anarki, gjithkohon. Demokracia është e mirë në trajtim politik për vendet. Trajtimi politik i vendit, jo trajtimi administrativ i institucionit, asnjëherë. Në trajtim politik të një vendi, në mënyrë se si një vend zgjidh përfaqësuesit e vet politik, demokracia është rendi numër 1. Nëse ti e fut në institucion, ajo të prodhon vetëm kaos. Është vetëm anarki. Më besoj. Do drejtim të qartë institucion. Dhe prandaj, domethënë t'ia lëm ministrit të kulturës kompetencën se cilën sipërfaqe të teatrit duhet pastroj pasuesi. Jo, më dëgjoj. Nuk ka lidhje kjo, se mos pa baraqiso kot. Po kështu, këtu të çon kultura e njëshit. Po s'mund të dalim tani të bëhemi pastruesja me regjisorët, me aktorët, hajde ndajmë tani se ç'a do pastroj unë sot. Po jo, më kanë përshkrime të ndara pune, kanë drejtorë atë. Pra, drejtor, bravo, tu jemi. Kryeministri në këtë rast, a duhet drejtori? Po duhet patjetër. Më beso. Sepse do duhet dikush që e mban të gjithë vathën në kontroll. Por, kush është problemi që kemi ne sot me kryeministrin? Nuk është pse ka këtë autoritet. Problemi është se ai e keq përdor pushtetin që ka për shkak të pushtetit politik që ka. Po do ta keq përdori kushdo që ka. Ka pushtetin politik nuk e keq përdor. Po no, unë dhe ti po patë më shumë pushtet se Edi Rama. Bravo. Servil sa ka rreth. Bravo. Do korruptohemi. Hajde ti heqim pushtetin politik. Ai ka 83 mandate. Me Jezu Krishti. Më dëgjoj. Ai ka 83 mandate. 83 mandate valla. Ai mund të bëj çfarë të doj, si të doj, sepse nuk e rrezikon asgjë. Unë them, imagjinoj po të kishte 68 mandate. Apo 65 të kishte, ku diun, Alin Qorin edhe Tom Doshin. Bënte qeverinë. I duheshin të dy këta. Ke parasysh çfarë qeveri është ajo? Po ti s'merr dot, domethënë ti jo të shkosh edhe të shkelësh ligjin. Se ta heq Alin Qorin të heq prizën, pa i ka shtëpi. Më kupton? Po pra, dakord me ty, po si i fitoi Rama këto? Një sistem, unë prandaj po them që një sistem i cili e diversifikon, se e fitoi me sistemin, po ta them unë. Pra, ai ka fituar, ai fitoi vetë. Po sistemi zgjedhor e kemi kriminal, ne unë jam dakord, e kam shkruar. Pra, ai majorancën e ka fituar 71 deputet, 72 deputet i ka fituar me sistem dhe 12 i ka fituar me krimin. Këtë e di, 10-11 i ka fituar me krime më të tash. Po pse ma në vlerëson këtë pjesën tjetër që po them unë? Ora Rama sot, a është shefi i bordit ujrave më? A është ai njeriu që vendos çfarë bëhet me ujësillsa në Shqipëri? A është ai që vendos për çdo incinerator në Shqipëri? A është ai që është bërë kryetari i Këshillit të Shkencës? Është kryetari i Këshillit të Shkencës, Enver Hoxha s'ka qenë. Ky është edhe kryetari i Këshillit të kryeministrit. Ky do të gjithë, ky do Komitetin Olimpik, ky do Federatën e Futbollit. Ma mund të shpon Erion Velia që i shpalli luftë Federatës së Futbollit. Pse e duan dhe Federatën e Futbollit, se si ka mbet asgjë more pa kontrollor. I kontrollon të gjithë. Jam dakord. Jam dakord. Problemi është se ku i buron pushteti, them unë, me të cilin ti mund të edhe ti heqësh ti vesh kompetenca. Pra, sot që flasim, ti nuk ke forcë që ti ndryshosh kompetencat, as të bësh llaf që mund të ndryshosh kompetencat edhe nëse je zëvendës kryeministër, sepse është shumë i fortë ai sot. Këtë diskutim ne hapim pasi kemi krijuar kushtet që ne mund të ndryshojmë kompetencat e kryeministrit. Por kjo kërkon që mos ketë asnjë kryeminist të fortë. Duhet të ketë kryeministra të dobët dhe është në interesin e vendit. Ti kryeministri i dobët. Po, mos marr vendime vetë. Të jetë me frikë çdo ditë në mëngjes kur zgjohet. Çdo mëngjes kur zgjohet marrin telefon 7 deputet, si thotë mëngjes, se po të ikë njëri, i bie qeveria. Ky lloj kryeministri na duhet ne. Që mos ketë, domethënë mos ta mendoj të shkelë ligjin. As mos ta çojë në mendje të shkelë ligjin. Kupton? Por do bëhen zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës. Se do i vi dita. Se mbase do rri gjatë në burg Erion Velia, po do dalë dikush tjetër. Edhe do dalësh ti pa një soko kandidat. Administrimin e plerave nuk e ke ti në dorë. Po. Administrimin e ujit nuk e ke ti. Lejet e ndërtimit nuk e ke ti, ka Rama. Ka zhtë, po. Qendrat shëndetësore edhe spitalet regionale po i merr të gjitha në kontroll. Kulturën, mirë, ke teatrin e Metropolit, po të gjithë tjerët i ka prapë Ramën. E drejt. Çfarë do bësh ti? Ç'të gjelet, prandaj po them ky koncentrim pushteti, ka ardhur nga të dyja anët, nuk ka ardhur vetëm nga vota në parlament. Nuk ta diskutoj fare. Ka zgjerimi i kompetencave që ky ja ka dhënë vetes me vendime qeverie. Ka pasur vota në ligje. Po pra janë të lidhura.
Pa ato vota parlament, nuk do ta merrte. Them unë, edhe unë pastaj po. Po unë prandaj të përmenda artikullin e Mitroçelës të viteve 90 kur s'kishin ndodhur ndryshimet kushtetuese. Është edhe mentalitet kjo punë. Dhe nuk ka dalë kush, vetëm Mitroçela doli dhe ishte një zë që u tretë, kupton, s'pati jehon fare ai artikull. Që të ngrihen sa njerëz thoshën ore po prit, pse i paska 640 veta që i emëron kryeministit dhe kja heqim ca. Jam dakord. Nuk e bëjnë pur, sepse nuk e kemi pasur atë kulturë. Dakord jam. Unë them për çdo gjë, jo vetëm për këtë. Sepse ndoshta vërtet do rirregulluar, për hir të rritjes së eficiencës, sepse në një republikë demokratike ti gjen institucionin më eficient për të rregulluar një sektor caktuar. Pra, kush është struktura më eficiente? Ta kontrolloj ministri apo ta kontrolloj drejtori? Ta vësh në varësi të kryetarit të bashkisë apo ta vësh në varësi të, nuk e di, agjencisë qendrore. Pra, sistemi eficient është ai që do duhet të prevalojë në përzgjedhje. Më kupton? Pra ti duhet nisësh nga eficienca. Por që të shkojë tek eficienca do duhet që sistemi politik ta ketë mendje për të përzgjedhur atë metodën më eficiente. Sot ç'a bën ai? E ka të gjithën të orientuar drejt pushtetit personal. Thot, sillet tek AZT-ja, thot lejtë ndërtimi se nga AZT-ja vin tek unë, nuk shkojnë tek kryetari i bashkisë. Më kupton? Pra të gjithë e ka të orientuar në këtë formë. Ndërsa unë nuk them që unë do llogaris sa vota do mblej ai që ka kërkuar lejen. Ore do t'i jap unë letën, nuk ka lidhje. Do t'i gjithë letën ndërtimit edhe pallati do kaloj nga unë. Mbaroj muhabeti. Kaq. Pra nuk ka më kryetari i bashkisë. Tani ky është rasti flagrant që duhet thyer aty ku ishin sepse është çështje decentralizimi, po duhet rregulluar sektorë të tjerë, struktura të tjera. Dhe duhet të orientuar, po kush do të jetë, le të themi, pishtari që do na udhëheq? Është eficienca. Eficienca. Tani që të jetë eficienca duhet të jetë, nuk është në interesin e kryeministit që të jetë eficienca, se interesi i kryeministit është të jetë në interesin e vet. Më kupton, ti shërbej atij vet. Por prandaj na duhet një kryeminist i dobët që nuk ka pushtet për të na imponuar ne interesin e vet. Dhe aty pastaj mund të rishikojmë çdo gjë. Por e rëndësishme parimin me të cilin ne zgjedhim se si do ta organizojmë, të jetë eficienca. Pra që institucionet funksionojnë në mënyrë eficiente. Kemi gjithsesi disa parti të reja parlamentare. Ka një nisëm nga Ermal Asimja për t'i bashkuar gjitha partitë opozitare bashkë me PD-n me një front përbashkët. Mendoni do funksionojë? E shoh shumë bad blood, i thonë amerikanët, si themin e. Shumë helm. Gjak prishur? Ka shumë helm aty mes njëri tjetrit. Nga zakonisht shumë. Nuk e kuptoj se si parti kaq të vogla mund prodhojnë kaq shumë helm. Se është helm shumë i madh. Po e shoh të pa, domethënë e shoh të vështirësisht të bëshme. Unë kam një problem shumë të madh me të gjithë mënyrën se si po bëhet politikë sot. Natyrisht përveç Ramës. Sepse sot nuk po bën njëri politik. Me thënë vërtetën. Pra sot kanë marrë të gjithë rolin e influencerit. Dhe influenceri i fundit është Berisha. Kupton, pra të gjithë janë të orientuar tek pëlqimet Facebook, në rrjetet sociale dhe kanë harruar politikën, kanë harruar të bëjnë politikë. Do të thënë edhe ti klapa që me atë protestën vet. Natyrisht, ishte një akt politik që bënte. Tashmë nuk e bën më. Edhe ai ka filluar dhe unë e kam shok, e kam mik dhe nuk dua ta shoh që të shndrohet në një influencer. Që del të bën video për të marrë like. Gonshea ka kohë që e bën këtë. Gonshea bën vetëm këtë. Alin Qori po ashtu. Nuk ka akte politike reale. Ti ku që bën të deri diku në akte politike reale, çfarë do të thonë? Takime me njerëzit. Politika është e njerëzit, është tek njerëzit. Nuk është te kamera. Te kamera jemi unë, ti, tjetër. Influencerët janë, gazetarët janë për kamera. Politika është tek njerëzit. Këta i kushtojnë, e ka filluar edhe Berisha, e ke vënë edhe Berishën. Dhe Berisha. I pëlqen kjo e influencerit, më kupton, del bën kështu video, del flet, më kupton, para televizorit, etj. Pra, këta e kanë harruar politikën. E para dhe dyta nuk po prodhojnë. Shikoni çfarë ndodh. Kush është struktura e sjelljes politike sot të opozitës? Vetëm gjej një gjë të Ramës, bjeri. Pra bën Rama një gjë, këta i vën pas Ramës. Çfarë bën ai, këta e shajnë, natyrisht. Pra është Rama që drejton lojën politikës. Këta nuk janë të aftë të prodhojnë realitet politik. Pra që të merret Rama me këta. Jo, asnjëherë. Populli të ketë sy te këta. Ka ndodhur vetëm atëherë kur ishte foltorja, momenti i parë foltorës,
pati një momentum mirë politik në atë moment, dhe kur ndodhin këto primaret, që opozita merr vëmendje në mënyrë proaktive. Pra vëmendja shkon vetiu te opozita, vetëm në këtë rast. Në 364 ditë të tjera të vitit, vëmendja është e Rama sepse ai bën politik. E pa Rama nuk bën video. Rama nuk bën dhe video, po akti i parë që bën Rama është të takimet. Pra ka dalë tani del qytet ashtu zonë më zonë Tiranë. Ka filluar fushatën Buriku. Ta ka mendjet e videot. Ai ka filluar fushatën. Pra ky disnivel në sjelljen politike, edhe në mënyrën se si konceptohet politika, është ndoshta përveç gjithë të tjerave, edhe ajo që prodhon atë realitet që kemi. A do ishte me interes që përfaqësues, po e heq fjalën përfaqësues, unë nuk përfaqësoj askënd përveç vetes. Po njerëz që i përkasin shoqërisë civile të mblidheshin në një forum idesha, çrëndësika se si e quajmë, po me publik, pyetje përgjigje, fjali me 5 minutë, propozime zgjidhjesh konkrete për probleme që ka shoqëria, debat idesh, si bëhet ky vend, a ka alternativa. Do ishte më interesi të fillonte një lëvizje e tillë. Dialog, çdo gjë më. Bisedë Unë e vetmja gjë që unë jam dakord me çdo lloj forme. Sepse media narrativën e kontrollon qeveria. Po. Përfshi dhe mediat sociale. Tani po paguan para për podcaste. Po. Qeveria po i luan fen, domethënë, edhe në podcaste nuk na. Po këtu ka ku ma gjen. Të bëjmë Sirie qeverisë. Ti bëjmë Sirie ta shkojmë, ja. Bëjmë sponsorët me Kimece me zi, ku të jep qeveria para. Qeveria uroj të paktën të mos shkojti godas këta sponsorët, i thot pse i keni dhënë para atij qenit atje. Maskarajt. Pra, a duhet të filloj. Unë jam dakord me çdo gjë. Je dakord. Vetëm do të them ka çipi, a më garanton që kjo prodhon prodhon produkt? Unë jam i pari. Vetëm më garanton që kjo prodhon produkt, sepse unë kam besimin produkt. Që të ndryshojmë. Pra ne do diskutojmë, do flasim, do bëjmë dhe lëm një produkt pas këtij diskutimi. Se s'është diskutimi në vetvete, është ajo që prodhon diskutimi. Çfarë na duhet ne? Unë po them këtë bisedë që bëjmë ne këtu për shembull, ta bëjmë në një sallë me publik, dakord jam. Me pyetje përgjigje, me debat, të thrasim njerëz që mendojnë ndryshe nga ne, kundër nesh. Ti ke për format televiziv apo e ke për Jo. Për lëvizje produkt politik. Pranon televizion mua, televizion. Jo, po pranon mua. Ky organizimi do ketë funksion televiziv apo do jetë një organizim i cili do prodhojë një rrafim ide që rrafim ide të shikojmë, a ka zgjidhje ky vend apo jo? Siç e nisëm që tham, njerëzit po ikin se s'kan shpresë, se thon ky vend nuk bëhet. Hajde ta kapim që këtu. Patjetër. Fillojmë debat, ka apo s'ka zgjidhje. Por jam dakord. Nëse s'ka zgjidhje, valixhe të gjitha. Jam dakord çdo lloj forme, por këtë dua, vetëm që kur ne diskutojmë, sepse ç'a ndodh këtu, mblidhen, diskutohen, bëhen rifen ide në publik, nuk e di, bëhen strategji, bëhen, ku diun, taktika, sjellje etj. Të gjitha futen në një sirtar në mendjen e gjithë secilit që ka aty edhe i zë pluri. Sepse nuk sepse zgjedhim një kryetar dhe pastaj kryetari ka ca pazare. Pastaj kryetari ka hallin e vet edhe ne kemi hallin ton. Unë jam kundër kryetarëve. Kjo është. Unë do të antarësohem vetëm në një lëvizje që s'ka kryetar. Po, patjetër. Kam qenë antar i një sindikate që s'kishte kryetar, doja të bëja një fondacion pa kryetar për mbrojtjen e teatrit, dhe sa po të krijohet një parti që s'ka kryetar, unë do jem antar i parë. Nuk e lë ligji, e diti? Jo, po për emërtes po, e zgjidhim atë punë, edhe në sindikat ne kishim një njerëz që quhej kryetar, por në statut ai s'kishte asnjë kompetencë. Dgjoj valla. Kishte vetëm kompetencën e përfaqësimit me autorizim me shkrim nga kryesia. Kjo ishte zgjedhja. Listën e zgjedhjeve, se ku buron forca kryetarit sot. Neni 9 i kodit zgjedhor sot. Neni 9.1 mos gaboj, përcakton që lista e zgjedhjeve çohet nga kryetari. Me firmën e kryetarit. E di. Dhe këtu buron gjithë pushteti i kryetarëve sot. Pra, që listën e kandidatëve për të bërë, listën e deputetëve, në KQZ e çon kryetar me firmë. E di, por ama mbajmë këtë që po them se e kemi me provë. E shkruam në statut dhe e pranoi gjykata që kryetari nuk i sindikatës, i SASES,
Sindikata e artistëve të po. teatrit. Okay. Po të mund ta bësh edhe në parti, në shoqatë kudo. Jo, se ka E lëti. bën, nuk ta pengon, s'ta pengon ligji. Më besova. Nuk merret njeri me statutit. Në statut e bëm që nuk ka asnjë kompetencë përveç atyre të dhëna me vendim të kryesisë me shkrim, me autorizim me shkrim. Dakor? Dhe ne kemi pas të problem. Në OJF mund Ajo të funksionojë, në 2 vjet që shoqata ka funksionuar me demokraci. në shoqata mund të funksionojë. Në parti politike kam përshtypjen se ka një problem ligjor dhe është ndërtuar. Jo, më fare më i kenë Amerikë partitë që s'kan kryetar. Ore, po the Partitë Shqipërisë, sepse ka bërë Kasila, shiko. Mirë se do merrem me njëri tjetër me këtë, po se jemi në fund tash, ja, thuaj. Një kështu të fundit, nuk e ka hallin ai, po të shikosh edhe për listat e hapura. Opsioni që quam ne në kushtetuese ishte, ore, gjithë secili ti mbaj si doj. Pra, dash të mbyllur, dash të hapura. Ai tha jo, tha kushtetuesja tha do t'i mbani të gjithë të mbyllura, se nuk ka hallin ai për vetë. Ka hallin që ti mos bëhesh. Prandaj bën ligjin ai. Ai nuk ka hallin se po ja diskuton njëri kryetarllokun atij. Ai ka hallin që ti të kesh kryetar. E kupton? Po, e kuptoj shumë. Të fusit e vata. Shumë mirë. Ja mbyllim se vati von. Po, shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit. Edhe zakonisht mua kur më pëlqen biseda e marr si detyrim për të ftuarin që duhet vi prap. Patjetër. Kënaqësi për mua. Shpresojmë që edhe për ju të ketë qenë me vlerë kjo bisedë, ju në takim javën e ardhshme. Mirupafshim.